Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë një histori të dhimbshme të një nëne 70 vjeçare nga Durrësi, e cila quhet Olimbi Qerana. Nëna e 3 fëmijëve, por që fatkeqësisht përpara 5 viteve, ajo humbi nga kjo jetë djalin e saj në moshën 41 vjeçare në shtetin italian Eduard Gogolen. 45 vite e divorcuar nga bashkëshorti i saj, e vetme me shumë sakrifica, i ka rritur fëmijët dhe djalin e vogël, fatkeqësisht me probleme të shëndetit mendor, e ka çuar në spitalin e Elbasanit në psikiatri. Kjo nën ka ardhur këtu në studio jo vetëm për të rrëfyer jetën e saj të vështirë, martesën, divorcin, humbjen e djalit nga kjo jetë, shkaqet e sëmundjes së djalit tjetër që përfundoi në spital, por kërkon ndihmë sepse zemra e saj është e plagosur. 70 vjeçaria Olimbi Qerana ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Zonja Olimbi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Më vjen shumë keq, një nën me një zemër me shumë plag. Me shumë plag edhe me shumë lot. Me shumë plag. E kam larë Durrësin me lot. Çdo pullam Durrës unë e kam larë me lot. Por nuk e din, edhe të fikta, e smurme jam, edhe të fikta, edhe probleme në për doktor. Nuk di që të flas, njeri ndim nuk kam, pa haj ushqim, ke pleqt në Durrës. Të shtëpia të moshuar. Kjo është shtëpia e moshuarve, sepse nuk kam, jam në gjendje shumë Kritike. Jashmase. Flinatën me ëndra, ose hapi derën ky, ose hapi, pëse erdhen ato nga Progradeci. A i do me çmazo shpin. E ke fjalën për vajzën dhe Po, dhëndrin. për vajzën se për i shpina e burim, nuk ma boni mu. Unë me t'lame, me çplame, me gjithë shmetet ja kam po, kur vje puna shpin e morja e i. Pra, ju keni konflikt edhe me dhëndrin? Po me dhëndri shi huj. Pse ai kërkon të marrë shtëpi në Durrës? Po, pas ke shtëpi ti tha asaj, po pse tha nuk përzen mamin ta çosh ti tha, o të martohet të marrin një burr plakva, ose tha të shkoj tha te pleqca. Se të ato gjëra unë duke qenë se unë i kam konditat e mia, ashtu si di unë. Si, të përballoj jetën. Dhëndri kërkoi që ti të martohesh edhe ti lihesh shtëpinë. Unë, beshe në i burrun edhe të shkosh, ose të shkosh ke pleqtun. Në azil. Po pse nuk shko vetë ke pleqca i, që është vetë 77 vjeç. E dashur Olimbi, do jemi të dyja së bashku dhe do marrë fesh historinë e jetës tënde, por dua të pyes për djalin. Përpara 5 viteve ti ke humbur nga kjo jetë të shtrenjtin tënd Eduardin. Po, Eduardin e humba, sepse Eduardi shkonte në Itali, punon të cakonë për thuje kishat e Italisë, ato kishin ortodoks. Po. Edhe lekët heri binte, herë si binte, heri hante për vetë rrugës. Ishte i martuar? Jo. Beqar? Beqar. Po? Të 2 beqare kam unë. Mi po nuk më bjen keq për këte, se ky vetë e kërkoj. Kam unë për gjemi, thoi një fjallës. Po më bjen keq për këte të madhin. Por pse? Që kam këte të madhin, që kam në spital. Në psikiatri. I madhi është djali që është në psikiatri. Po, i madhi. Djali që ndroi jetë ishte i voglin. Ky që iku ishte i vogli. Por çfarë ndodhi me Eduardin? Si me Eduardin? Me Aleksandrin. Po, djali që ndroi jetë. Djali që ndroi jetë. Eduardi quhet, i njeri. Çfarë ndodhi? Uftoft me zemër. Nuk e binte mes detit. Detin e dinte se ishte dursak. E kam mësu detin që për zvogli. Ka vdekur në mes të detit? Jo. Kur erdhi pasaja, më dhem kjo, më dhem këtu, më dhem aty, edhe... Ka pasur probleme me zemër? Iku vet pasaj. Iku vet direkt ke doktori. Nuk më thaj gjë që për iki. Edhe unë pasaj kur e pash, i thashe, edhe thashe, pas ka si sjapi ke kasapi, thashe, shumë bure ke boj, thashe. Pa lejën time. Por a i ka qenë i sëmur. Po i sëmur ishte, po nëna lajmërohet. Prindi lajmërohet, unë i bëna kokën atia. Por çdo gjë unë i kam qenë pronta. Kur vdiq djali, ju ku keni qenë? Shpi isha. Të njoftuan nga spitali? Po, a i plotfuqish mi lagjes. Shko, tha, shikoj njerëri. Jo mua, po ja tha direkt të vajzës. Po. Se ajo të rëndiqet, tha. Shko i tha, vajza tha, pasaj tha, shko shifi herë mamë, tha, atje, tha, në këtë, në spital, tha, ke këto, tha, që rinë, që i thënë këtyre të vdekve. Në morgun e spitalit. Në morgun e spitalit, tha. Pse, tha, që ka bolla ki?
Tha, Shqipia ka, tha, mos është quni jonë aty, tha, vini, tha, se kur t'i frisin vini. Edhe, pse thash unë, fillova unë duke u tërndita, fillova duke qajt. Thash unë, po ku ti themi, thash unë, gjeta një dy, shkova unë, gjeta një dy doktor, me përpajse të bardha atje. I thash këtu, thash unë, kush është këtu brënda, i thash që ka vdekur, i thash unë. Tha, pse tha, qa halli këti, tha. Unë kam halli, tha, se më ka vdek dhe i mbiri, thash, djali, thash unë. Tha, nuk e di, tha, a i qunë që është këtu, tha, që hape më këtë derë, tha, a i nuk është këtu, ba, tha, hajde nesër, tha. Jo me jo, se s'jam të a nesër, unë i thash unë. Sonë edhe pikmaroj, thash. Por besoj, tronditje madhe për ty, të humbush djali nga kjo jetë. Sonë edhe se s'bon, i thash unë, e shkallmoj derën, i thash unë. Kur nuk e dija, ja me Zotin, nuk e dija, që nusja djalit motrës time, e kishe të vetën këtë doktorin. Unë nuk e dija. Të qunin e ri këtë doktorin, që ishte ke morgu, kjo e kishe të vetën. Edhe ma tha rrugës, ne jemi tona, jemi nga Shiaku, tha. Por gjithsesi lajmi ishte i hidhur për ju e keni përcjell në banesën e fundit, ai qofti i paharruar dhe të jap dhe unë ngushëllimet e mia dhe pse kanë kaluar 4 vite. I dashur Olimbi, më lejo fillimisht të prezantoj një kronik që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur për jetën tuaj, martesën, divorcin, por dhe konfliktet e mëdha me vajzën. Jashtë mase kam vujt, edhe po vuj. Edhe po vuj. Dhe më vjen keq, sinqerisht. Edhe jam tuke vujt shumë, po pak të nuk du më thana ashtu se e di që bukën pa e hajtë so buka ti ke plejt. Po të pak të du një shpi, të mblidhen bashkë me djalin. Me këte fëmijë që kam në spital të Por çfarë ka ndodhur me shtëpinë tuaj se ju keni një shtëpi në Durrës? Në mori shteti. Do ma tregosh. Si pronare. Do ma tregosh vetëm pas pak, po më lejo fillimisht e dashur Olimpi të prezantoj një kronikë që kemi përgatitur për historinë e dhimbshme të kësaj nëne, kësaj 70 vjeçare dursake, e cila u martua, u divorcua, ngelje vetme me fëmijë me shumë sakrifica. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Jeta e Olimbi Qeranës ka qenë e mbushur me vështirësi, dhunë dhe sakrifica që nga fëmijëria e saj, 70 vjeçaria nga Durrësi, rrëfen se si është rritur në kushte të vështira familjare dhe se problemet vazhduan edhe pas martesës, duke kthyer jetën e saj në një betejë të vazhdueshme. Ajo tregon se martesa nuk i solli qetësinë që kishte shpresuar, përkundrazi u përball me tradhti, konflikte dhe mungesë mbështetje nga bashkëshorti, i cili sipas saj ishte i varur nga alkooli dhe neglizhonte familjen. Marrëdhënia mes tyre u përkeqësua me kalimin e viteve, ndërsa tensionet ndikuan edhe tek fëmijët. Pas shumë vitesh vuajtje, Olimbia vendosi të jap fund martesës dhe u divorcua. Megjithatë, ndarja nuk i ndryshoi kushtet e jetesës, pasi ajo vazhdoi të jetonte në të njëjtën banesë me bashkëshortin për shkak të pamundësive ekonomike dhe mungesës së mbështetjes nga familja e saj. Edhe pse të divorcuar, ata blenë së bashku një shtëpi për të siguruar një strep për familjen. Banesa u regjistrua në emër të vajzës, ndërsa pas vdekjes së bashkëshortit, marrëdhëniet mes vajzës dhe nënës u përkeqësuan. Sot 70 vjeçaria thotë se ndihet e vetmuar, ndërsa përballet me frikën se mund të mbetet pa një stre, mes vështirësive dhe problemeve familjare. Olimbia kërkon vetëm qetësi dhe mundësinë për të jetuar me dinjitet në vitet e mbetura të jetës së saj. Kjo është historia e Olimbi Qeranës, dashur miq, 70 vjeçaria, nëna e 3 fëmijëve, fatkeqësisht sot nëna e 2 fëmijëve, sepse një prej fëmijëve ka humbur nga kjo jetë përpara 5 viteve. E dashur Olimbi, e kuptoj që je e lënduar, ke vuajtur shumë. Dua të pyes, të kthehemi shumë vite pas, momenti kur u martove me babain e fëmijëve, me zotin Petraq, të ndjeri se ai është larguar nga kjo jetë. Sa vjeç ke qenë kur je martuar me Petraqin? 18 vjeç. Ju nga Durrësi? E mora ma tepër prej vllait tim, sepse më rrifte. Vllai? Vllai më ka hek dhamat, mi ka thyer dhamat të përpara, vllai më ka bo me vimje koke, vllai më ka lënduar kyçin sot këtu, edhe gishtin që e kam kështu.
Por pse vllai të ka dhunuar në Vllai atë se nuk moshë? na dhe edhe moda atë tjetër, motën tjetër, se kam një motër tjetër që fleke. Po prindrit si reagonin kur vllai? Po e rrifshin, po ishte koha që nuk mund të rrafë shumë fëmin, se shkollë në burg. I gjunte, sa kishe mund Ka qenë i dhunshëm vllai. Vllai ka qenë i dhunshëm ndaj jush dhe motrës. Po u zinte shok me shok, si zien gjithë çunat, edhe shashin fjalë, do të thënë që për motrat, për nënën, për Fanatik ndaj jush dhe ushtronte dhunë. pse i bone ti këto, i thoshe mamës, ba mi mos kishim vdek se sa i bone. Po unë isha e që e majta shpinë. Unë isha e që pasroja shpinë. Unë isha e që kishim dhe 15 kokë pula në shpi, e i beja i zmet pulave. Unë isha edhe ajo që maja dhe 6 kokë kërosa dhe një rosak. Unë isha e që lyje shpinë e gëlqere, djelë për djelë. Baraki ishte, po baraki s'ishte. Për mu ishte flori. Kisha që edhe njerë të ajo shpi. Janë kujtimet e fëmiris, është vendlindja jote, le themi shtëpia e babit dhe e nënës. Shpi s'kam, gjë për gjë nuk kam të rezi, unë vetëm dalë rrugve. Rrugve! Asi gjësë më nga betë mo. Të qetësohesh, të lutem. Olimbi, do pish pak ujë dhe të qetësohesh, do të ndihmoj dhe unë, sepse e kuptoj dhimbjen e madhe që ke, vuajtjet, ke folur shumë gjatë me gazetaren ti me Klaudia, ke treguar dhe ke rrëfyer gjithë vuajtjet e tua, jemi të dyja sot në studio me shpresën që zëri i kësaj 70 vjeçare nga Durrësi do dëgjohet ditën e sotme, uroj dhe shpresoj të ndiqemi nga institucionet e konkretisht nga Bashkia e Qytetit të Durrësit për të ndihmuar pikërisht këtë 70 vjeçare, këtë nënë e cila ka vuajtur shumë në jetë. E dashur Olimbi, përpara se të ma tregosh, u detyrove të martohesh e 18 vjeç për shkak se vllai ishte fanatik dhe ju dhunonte. Nuk na donte vllai. Si ka qenë martesa juaj? Martesa ime ka qenë për tokë. Pse? Pse, sepse kur kam shku ka ajo shtëpi, kam jetë me muret komplet ishim me qimka. Shtëpia ishte me mi poshtë se kishe drasa. Ku ke jetu, thuj? Për të rras më kanë ras. Flokët mi kanë shkull, se i kam pas të gjata. Burri? Njerëzit e burrit. Për çfarë? Edhe burri im si ishte as tamam, që kishte bërë vetë ajo. E ishte i shtëpisë jetimore. Ishte i birsum. E birsoj goca tezës vetë. Unë nuk e disha. E mora se e kisha në shkollë. U dashurove vetë me babajnë. Dashurove të një djalë me një vajzë që janë me një shkollë. Pse ka një gjë të keqe kjo? Jo, nuk ka zë të keqe, por dashuria juaj nuk shkoj mirë sepse Nuk shkoj mirë sepse nuk doshin këto. Po pse nuk të doni ty si Nuk nuse? deshen, e kisha, tha, ja ku është, gruja, tha, me 2 kalamajca, po pret ke dera, tha. Tjetrën e kishe në spital, tjetrën e kishe qytet Stalin, tjetrën e kishe animatan, a i ishte gjithë femra i rrëthum. Kurse unë isha, kot. Pse të ka të rrethuar? Po, 100 herë, ma? Jo i herë, 100 herë, me miliona herë. E miliona herë. Edhe shpi, edhe për të vesh nuk më veshi. Erdi baba im bëri 200 atje. I tha baba im, një shami hundësh 12 lekë nuk i kem dhe qupës ti, tha. Qa gruje kërkon ti, tha. Sa vite martes qëndrove me babajnë e fëmive? Me babajnë e fëmive aty, si i thëjni fjallës kaqimaci, unë aty kam jetu desa jikën nga të shpia. Jo, sa vite martes bëre, për afërsisht? Po, si martesë, si është martesë, nuk bëna shumë, 2 vjetë martesë bëna. 2 vite martes, pas 2 viteve për shkak të dhunës dhe tradhtis ti vendose ta divorcoje. Nuk e doja, ma, miku nga zemra, mu largu. Po në ato kohë sa fëmijë kishe sjell në jetë? 3 fëmijë bëna. Jo, sepse në 2 vite, 2 fëmijë mund të sjellësh. Bëra 3 unë se i bëna, do më thanë, janë këto goca me qunin madh janë shumë afër, janë 6 muaj. Janë në vit, le të themi. Shumë afër. Kurse ky tjetër ishte i çik ma diferencë mas 1 viti. Por pasi ti u divorcove, u riktheve sërish tek burri. Ku të shkosh aty isha? Po pra, se këtë dua të pyes. Mo prindët e mi nuk më pranojshin. Pse nuk të mbështetën prindrit kur e mësuan që ti ishe një grua e dhunuar? Kanë dash fare, ike vetë me kokën tate, më thoshin mu. Se ti e dashurove në shkollë. Edhe të shi bëj dërman kokës tate. Nuk hidhet femna shumë për tokë. Uzisha e rrugve. Nisha ajo që ngrita shpinë zgulti me t'lame, me qplame, me gjitha. Unë kam qenë ajo që i kam bërë zveta sa i shpije.
Edhe sot unë jam ajo që i bëjës vetë asaj shpije, që ajo gocë është atjen po grades, unë rike shpije asaj. Kur vinë ato, unë hiki shkoj ke i me motor. Olimbi, ti ke jetuar vetëm me burrin apo dhe me vjerin dhe me vjerën? Më po vjerin, kishe vdek se një fare unë, po burri, kjo vjera, kjo nuk ka dash fare. Nëna birësuse. Prej kurve. Të lutem, mos e përdorim të fjalë. Këte deshi ajo. Di që jemi nga grup mosha dhe do t'jemi të kujdesshëm. kujdesshëm. Sepse njerëz të tillë. Të lutem. Kështu thoshte ajo. Por ti e dashuroje burrin tënd? Po çka ti dashurosh se kur pinte rakie ai dhe vinte top i shtëpi. Pse ka qenë edhe për të rusë alkoolit? Ai ishte fortunëri. Unë nuk e di si punonte majt vinxhave. Unë se di si hypte atje majt vinxhit ai në Porto, si punonte ai atje majt portit, si nuk binte të rrokolliste. Aq raki pinte ai. Ai vetëm raki do të mjes drejt dark raki, donte edhe kuptoj vetë shitjeva. Unë jam ankum polici për punën e atita. Ka atë polici, ka qenë një shef i krimeve, para shumë vitesh. Po. Kam shku jam anku atje tek ai, a kam thënë kështu. Ka ardhë në shtëpi me mu, ka prej dore, hec përpara më tha mu. Ai ishte me makinën e la ke gjykatën, se ke parasysh gjykatën e Durrësit. Po. Makinën e la atje, erdhi aty. 1 orë gjys ka fol me burrin tim. Po qeseve dorë tek ajo ti tha, me mu nuk e ke punët mirë, i tha. Do të kalbesh në burg, i tha. Ishte shef për kokën e shefit. Por këtë desha do të pyesja e dashur Olimbi, ai të ka dhunuar gjatë gjithë kohës që ti ke jetuar me Ka të? dhunuem, nuk ka dhënë me hangër. Asnjëherë nuk u mor masa të futej në burg. Lekët i çonte ke rrugatet të rrugëve. Ç'a them unë ty më? Të zezat e dheut që kam hekun ka ajo shtëpi, vetëm ai Zot ndalte di. Por ju bët prindër të 3 fëmijëve, nuk Kush ndry... po pyeste për fëmijët? E kush po pyeste për fëmijët? Fëmijët, një ishe ke stacioni trenit, i vjetri, një ishe këtej, një isha nej. Unë doja t'i jipje buk, ato ishim bosi e gërsina. Nuk vishim sepse zi ishim ne të dy. Fëmijët janë rritur në ndikimin e dhunës së babait. Ajo binte shapka këshu për mës, e ke hefti kastile se ke bo magji për mu. Qa magji e di unë? Pse la shapka këshu pas kam bërë magji unë? A i s'ishe ta mama o ti o deta nga trut e kokës. E dashur Olimbi, dua të pyes, në momentin që ti konsumove 2 vite martesë, pas 2 viteve bëre divorcin, por për shkak se s'kishe ku të shkoje, qëndrove sërish tek burri, te babai i fëmijëve. Si reagoi ai? Domethënë, Nuk ikte, shkon të dilte, nuk rrinte aty me mu. ishit të ndarë, po jetonit në të njëjtën shtëpi. Unë bëja gjellë për kalamajt, veja të nxerën bëja gjellë për fëmijët, se gatuj mirë kështu gjellën, të ma kam su në naime që kur isha e vogël. Edhe ka i qi gjellë aty për mu, i fuse të rinjtë. Pra edhe pse ishe e ndarë, i jepje ushqim, le themi gatuaj edhe për të. Por që të bëjtë është një të nxerën se të hasha gjitha unë, ose kalamajt. Por ti jetoje në kuzhinë, ai jetonte në dhomë? Në dhomë, veqep. Ju kishin ndërprer zhoj marrëdhënie me burrin. Le të themi, Asnjëherë kur, që kur undava as të zi, as të bardhë me atë. Flise kështu. sa vjeç ke qenë kur u ndave? Je martuar 18 vjeç, më the. Jam darë shumë herët. 20 vjeç, 20-21 vjeç. Dhe nga jo mosh, le të themi, ti jetove vërtet me atë burr, por nuk pata asnjë lloj kontakti me të. Shkova jetova si me komshit e vjetën Shkozet, se shpina kam pas Shkozet. Të Durrësit, po. Durrësit. Ashtu dhe me nënën time. I shikosha që hikte vllai, babai më donte. Babai më ka pas dash. Unë tha, si kur qërë me syti isha, tha, vetëm atë ma sjellësh në shtëpi, tha. Babai vunte shumë se ishin 7 vëllezër. Na, Berati, 7 vëllezër. Baban e kam nga Berati, nënën e kam nga Fieri. Po kemi vite që kemi ardhë këtu. Në Durrës. Në Durrës. Edhe këtë dursak nuk u bë njerëz i he për qenë. Olimbi, 20 vjeç, me 3 fëmijë, e vetë, nuk e mendove E vecit edhe jo të kam heka. të vazhdoje jetën, të gjeje një tjetër burr? Jo, nuk doja burru, unë doja buk të haja. Doja burru me gru, se burra ka sa dush. Unë doja buk. Mblidhja kanache në për plazh, mblidhja kanache në për rrugë, mblidhja kanache këni, mushe një ses, edhe sot e kësaj dite kam shitur hekra.
Vazhdon të Ja thuaj. ato bombrat e gazit, nuk i hidhja, i mblidhja aty, nga 10, edhe veja i shisja sa për blej një buk. Unë po të në kam vujtë për petit e dheut ka jo shpi, që mos ja rrit nes, ditë nesën edhe inshallah, rrofsha dhe i pafsha, po bëj kryqin këtu. More mesh? Rrofsha dhe i pafsha, me një mitë të zeza në trupin e tyre, kush më ka havale mu nga jo shpi. Dashur Olimbi, unë e kuptoj që ke vuajtur, më thej që unë vuaja për bukë dhe punoja të siguroja bukën e fëmijëve, por babaj, i ka lënë një detyrim gjykata në ato vite, babaj nuk kujdesej fare për të... të më merte, për nuk deshin ato të shpisë. Nuk deshin as motër, as nëna. Dhe të rjetje vetë e marja, vetë të bëj qëdeta. Por a i së kujdes as njerë për fëmijët? As të herë, a i erdë në komshit, pse shkulli në baqen, në këputi në baqen e njërit, një kokër molla, pjeshka, nuk e di qaj kishtë atë, si gjithë fëmijët që shkojnë hynë dalin. I bërë 7 vjeç. E mori e këputi nga pema dhe pa e hante aty ke dera shpis, ke porta. Erdi burri hujmi, se a mori nga dora, po edhe i gjujti, edhe ka qenë ty arraf edhe këte, timin, tim shëq. Thashun, mos nuk rritet njeri u ke dera, thashun. Hymrena dhe rritet, thashun, nëse do t'a Jo, po thuna nuk do të egzistoj as brënda as jashtë. Ka policinë se me Hymrena, thashun, ka për rrife, nëse do t'a rrafësh. E dashur Olimbi, por fëmijët... Thup tjesa që nuk u shen nga majta. Për babajnë e vetë, e kuptova. Por fëmijët kur u rritën, si kanë patur marrëdhëniet me As babaj? një se deshi. Nuk e kanë dashur As babaj. një se deshi. Edhe sot e kësaj dite, as mës ma kujto, thot goca. Goca dhe mu flet, po kur vjen. As mës ma zënë në mend, thot se di unë se si ka qena i thot. Edhe i atje, i smur është, po 2 fjalë të mira mi thot. Djali, që është në psikiatri. 2 fjalë mi thot. Do qëndrojmë Të Olimbi... marrë shpi, më thot mua, më falë, të marrë shpi, thot, do rrim bashkë të dy, edhe unë do të bëjë me ty, më thot mua. Unë edhe më kap të mbon të kështu. Unë pa dje isha ditën e djela. Sa vjeç është Aleksandri? Aleksandri, ke 25 vjeqët. Është më i madhi. Është më i madhi. 45 vjeç dhe fatkeqësisht do të pyes dhe për djalin çfarë moshe i filluan problemet dhe çfarë ndodhi me jetën e tij. Jemi rikthyer sërish bashk live dashur miq ku ditën e sotme po rrëfehet një e moshuar nga qyteti Durrësi, zonja Olimbi Qerana, e cila realisht Olimbi më ke prekur shumë. Babai i fëmijëve para sa vitesh ka vdekur? Po bon 14 vjetë. 14 vite. Ti ke jetuar në të njëjtën shtëpi derisa i vdiq? Po s'kisha ku të shkosha unë shtëpit, ishin pronarit, nuk ishin as shtëpit atita. Shtëpit ishin shtëpi pronare. Do vinte një ditë që ato shtëpi Do i merrni. do t'i meshe dhe kush i mori, i mori. Këtu nga Tirana i morën, nuk du me folë se kush i mori, po e di shumë mirë se kush i ka marrë. Pasi babai i fëmijëve vdiq, ngele e vetme, fëmijët ishin shpërndar në ato vite. Babai, kur ka vdekur, bleva shtëpi unë, blem shtëpinë edhe. Pra ju ishit të ndarë dhe së bashku të dy? Po, futa unë lekët, 10 milion shin marina futi dhe ai lekët që, se ky ka pas 2 par shtëpia, ka pas edhe shtëpinë e mamës vetë. Po. Te atje, shqitja te, mblodhi dhe ca lekë të tjera që kishe... Dhe blet shtëpi. I dhash dhe unë ato të mijat që kisha rujtur, edhe u blejo shtëpia 25 milion. Dhe ju u lëvizët, ikët nga shtëpia e vjetër tek shtëpia e re. Po, blem shtëpi të reja ne, po shtëpinë mu më vjen i natë, unë i bëra ju zmetin, unë i bëra gjitha të sakrifis kja jo shpi, pëse mos nga shkunde shpi në emrin tim. Se unë do ndisja një ditë, po atyre do t'ja reja. Po shtëpia në emër të kujt? Do marrë vorë. Shtëpia në emër të kujt është vendosur? është në emrin e gocës. Që kur është bler? Po, e ka bo ajo, jo meni. Jo, po pak rëndësi kush notere ka qënë. Një tjetër aty afa ka qenë. Ju nuk keni qenë djeni fare që shtëpia që po bliejnë ato vite, po vihesh në emër të vajzës dhe jo në emrin tënd dhe të ish bashkë. Isha aty, ishin dhe shokët e vetë. Ishin 4 shokët e burrit aty. Bile sa të folën shumë. Mos sa petreqësa, po bën një gabim shumë të madh që po ja jep shpinë sa gocës ta. Shtëpia i lehet grus për para tha. Gruaja e tha ja le për mëra pa fëmijëve pastaj tha.
Ke bo shumë gabim. Mos, ato i dolën borgjët, 4 shok që ishin. Pra ju keni qenë në djeni, që në momenti që u ble shtëpia, u vendos në emër të vajzës tuaj. Jetove me ish burin tënë në të njëjtën shtëpi, a i vdiq t'ingele e vetë. A i nuk erdhi asnjëherë ke Shpitareja. Nuk e jetuar me atë të Shpitareja. Asnjëherë, asnjë ditë nuk erdhi, as me pi kafe që i thoshon, hajde pish i kafe ke Shpitareja, ta inauguro shtëpinë. Po pse ti vazhdoje e respektoje në një farë mënyrë? Unë respektoja për hir të fëmijëve. Ai mu nuk më ka dash kurrë asnjëherë. As ai, as njerëzit e vet. As ai, as njerëzit e vet. Të njerëzit e vet i kishte top. Top i kishte. Ai shikoj familjen time se çfarë familje kam pasur. Unë jam nga njerëzit që kanë marrë pjesë në kohën nuk po plasma. A i vdiq në shtëpinë e vjetër, ti jetoje e vetme të shtëpiere. Si ka qenë marrëdhënia jote? Në atë kohë jetoje me vajzën edhe me djalin, apo ishte martuar vajza? Jo, vajza nuk u martu ke shtëpitë e vjetra, vajza u martu këtu. Te shtëpitë e reja. Po. Ajo shkoj tek burri, ti ngele e vetme me... Ajo, donte një shtëpi me qera brenda për brenda aty ku isha unë, a për me që të nimonte, a i të hoqin, jo sa, s'ke punë me mamën ti, sa, ti bëshis vetë mamës ma, tha. Hajde këtu, sa, e mori dhe vete, i këtikim, shkoj në Vlorë. Vlonjatët i gjëmun, e ranë, e bani, i vodhën makinën, ku diu se qa i banë, i ku dhe nga Vlora. Ke gjithë gjami me u falë, tha shumë, në Vlorë. Me vlonjatët do hash për i shkreti, tha shumë. Por mirë, ndalemi të konflikti që keni me vajzën dhe dhëndrin. Ata kërkoj... Ata do dy shkojnë mirë. Me njëri tjetrin. Dhe dashurit të kenë. Mirë, mori veta. Por vajza, ligjërisht, atë shtëpi e ka të sajën se ja ka lënë babai. Tani, çfarë, është vajza apo dhëndri që kërkon të dëbojë nga shtëpia? Të dy. Çfarë të thonë? Ti hike pleqë ose martohu. Dhe kur ka nisur ky konflikt? Edhe unë të shi të gjej burë, 70 sa vjetë, që do shkoj të martohem. Të kështu i do në trut gosës. Të shi do shkojnë, sa dalë që këtu do shkoj të gjej burën unë. Mortja që si ha, pika që su bie dhe mortja që si ha. Kjo është e dhimbshme, unë e kuptoj që Po e e dim që lënduar. është e dhimbë, se sa s'ka ku qka, hapu dhe, të futësh gjallë brenda. Qa ti bësh? Sa vite ka që ka nisur ky konflikt? Gjithë jetër, me këtë gjëra jam marrë. Gjithë jetër, po nuk më kanë dalë dot, se jam e drejt në shpirt. Nuk e mundur dot që të flasësh me vajzën? Po çdo gjë kam folë me atë. Më bllokoj edhe korrentin dritat. Kam 9 muaj i hoqi drita, se i thash kështu, unë thash me qëse unë kam pension të dobët shumë, 120.000 lekë. Po. Thash unë, ti thash ke rrogën të mirë, sa i ka punu me një firmë ato nga ato që bën tapat që bën shtëpiat. Po. Ka qenë i mirë me punë, me zanat. Thash unë me qëse ashtu, thash unë. Edhe thash unë ti ashtu, ti bëjmë edhe neve, thash unë këto, shtëpiat, si i kanë bërë ato, ti bëjmë dhe ne. Jo, tha, unë gosën Rozin do ta marrë, tha, ta qojnë Pogrades, tha, kurse ti, tha, bërë që të duash, tha. Po, kur të vim ne, tha, shpinë, tha, e dumë, tha. Pra, ata të kanë vënë kush që ti ta lirosh shtëpinë? Ta liroj shtëpinë. Dhe ngelesh në rrugë? Mirë se po hiki unë. Si me prindësh, si pa prindësh, si isha atëhere, se një so buke kam hangër ke nana ime. E mesha, ba ipte më qef i 5.000 lekë shpa puste këtu. E më qifte. Po këlla majtë. Nuk mi të keq për ato mu? Për mu ja ma dhani 5.000 lekë, ma dhani cë buke e hangra unë atë burën. Po fmit, ku të gjeshin, do vjeshin rrugve, se kjo është. I gjotë të bëshin ato, do vjeshin. Ajo gjotë të qënë drejtë rrugës, hajdu të vjedhjes. Sa ko ke, le të themi që e pa takuar vajzë, kur e ke takuar për herë të fundit vajzën? Kam i vit. Një vit që nuk e kontakte me vajzën dhe dhëndrin? As pret, as nuk përgjiget asë gjë. Pasaj, aji nuk i mushë celularin asaj. Merë me celularin e vetaj. Do dëshirojë ditën e sot me dhëndrit e vajzës të përçojë një mesazh? Unë? Ti qoj unë mesazh asaj? Duke ditur që vajza dhe dhëndrit të ka vënë një kush që duhet ta lësh shtëpinë dhe të shkosh në azil, do dohet i thojë diçka vajzës, është e rëndë? Jo, nuk them gjë. Nuk ndash t'vi, ndash mos vi, nuk e kam problem. Nuk dëshiron ti përçosh asnjë mesazh. Nuk e kam problem se kam otrën.
Por prap je e lënduar, një nën e lënduar. Me lënduar se një është. Laj thaj pa ajo është. Një vajzë është. Ajo vajzë duhet menonte për mu. Jo unë për atë. Ajo duhet menonte më shumë për mu. Se kam la një nëntë të mu në shtëpi. Sot e gjej nesër se gjej. Më ka ratifikët rrugë. Më kanë kap dynjaja. Më ka ratifikët si themon, spitali, janë ca doktor që janë hap të rinjë kësho. Mu aty, greu i kujtoj se u pengolla unë ke gurët. Edhe malkoj gurët që vetë. Kurse mu më ratifikët vetë. Unë e di që nuk është era pa që më bje të fikët. Unë kështë e di sa herë të fikët më bje. Dhe duhet kujdesesh për shëndetin tënd, se është primari dhe kryesori. Me zemër jam. U zot heci shpejt se unë jam me zemër. Zemër të lenë vend. I dashur Olimbi, e kam thënë dhe vazhdoj ta them që je një nën që e ke zemrën plag. Dua të pyes tani për djalin Aleksandrin. Më tregove konflikti, më tregove martesën, konfliktet me burrin, konfliktin me vajzën dhe me dhëndrin. Ndalemi tek Aleksandri që fatkeqësisht ndodhet në një spital në Elbasan, tek spitali i psikiatrisë. Sa kohë u bë që ndodhet në këtë spital? Po 20 vjet. 20 vite. Por çfarë ka ndodhur me jetën e tij? Ka lindur me probleme? Jo, nuk ka lindur me probleme, se ai ka marru klasën e 8 dhe shkoi në vitin e parë. Në gjimnaz? Vitin e parë. U hapon rrugët për në Itali, Po. edhe ky vajti vetëm, se shok nuk ishte. Vajti vetëm. Aty e mori një italian. Italiani kishte edhe i gocë, vogël. Po. E mori italiani dhe i drejtoj punën. Do bësh këte punë. Ai as punë bën, as i gjë, çau hiku. Mori rrugën, hiku këtë mikot. Kur ka ike, ka kap një 3-4 çuna në Itali. Po. A që kanë rraf, sa që e kanë lanë shakun vend, i thënë i pjales, mu ke shinat e trenit. Koka ati tu për plasë ke shinat e trenit. Që të kisha arë trenin në atë moment, e kishe bë sopa. Po më mirë për të kishe vdek se sa Jo, mos e thuaj. Mos e thuaj isha harru. Dhe isha harru, jam të vujt shumë atë. Unë jenë 3 muaj unë shkoj atje. I qoj 3 seka cigare, i qoj dhe në janë vërësirë se është bërgoja zëher nga duhani. Unë e du me shpirë se është i madhi dhe them gjithë më në koka jote ka bo bam këtu dhe asë njëri tjetër. A i të ka bërë për herë të parë në? Ate e du shumë. Ngjarja me djalin, me Aleksandrin, fatkeqësisht pas ka ndodhur në Itali. Itali. Do më thënë, kur ka ardhur nga Italia, i ka ardhur në një gjendje shumë të rëndë. Shumë të keqe. Shumë të keqe. Një avioni, ishin avionët që e solën. Ishin 3 avion. Si puna këtit ishte edhe një në Shkodër, ishte edhe një në Tiranë. Në momenti që mbriti në shtëpi, ti me njëherë ke çuar në spital? Erdhi në shtëpi fare, i shkoj direkt në spital, në Deg. Në Deg, e mori Deg atë. Dhe e çuan, policia më pas e çoi direkt në psikiatri. Ishte mirë, trupin e kishte të mirë. Tha, e nxori e bilës në televizor, aty tha, kujtja është ky fëmijë, sa me këtë mbi emër, tha. Ne e një gjumë. A, pse ju nga media e keni mësuar? Nga media? Që djali u dhunua dhe erdhi në Shqipëri dhe përfundoi në psikiatri. E kemi mjeku, tha, e kemi bë kështu, e kemi bë ashtu, tha, ato të policisë. Urdhëroi, tha, merre djalin, çoj në shtëpi, tha, edhe kujdesu për këtë, tha. Unë isha mirë, kam qenë shumë mirë në atë kohë, e mora, e pastrova, e rrullova, me të E mori në shtëpi? Brenda shtëpisë time këtu, para fabrikatët. Po. Edhe, kur bje puna, ai nuk rrinë shpit ashti, ai nuk e di, ai ka një diçka në kokë që... Ka probleme. E dini diagnozën, çfarë ju kanë thënë mjekët? Shumë të rëndë. Ka diagnozë të rëndë. Pra, e pa mundur që ti ta mbaje në shtëpi dhe të kujdesesh për djalin. Nuk rrinë ai, edhe natën hap derën hikën ai. Largohet. Gjëmaj nga i herë qendë këshu, meri copë super të vogël, këshu do bras qenë, i thotë. E detyruar... Do bras mami, themon, jo ti. U detyrove që ta çojë në psikiatri. E qova me dokumenta, me të gjitha, ke doktor Gazi, ndurës me i miri nga gjithë. Po. Doktor Gazi, kur vje puna, e qova atje, edhe sot e kësaj dite, bërtet i qikë shumë ato, se ka vetat e volumin që bërtet, por nuk është i dhunë shumë, nuk të vret, nuk të... A i ka fatkesisht mbi 20 vite që është në psikiatrin e qytetit Elbasani dhe ti një në 3 muaj shkon, e viziton, i çon paketa cigare, shëmbëlsira. A i të njeh si nan, pa dyshim. Po, a i më kap për qafon erdhi nëna ime, nuk thot për shumë erdhi nëna ime, për gjithë erdhi plaka ime.
Erdi mama, nona, erdi nona ime. Po unë jemë, kam atë qëni, thënë, o none, o mame, si do thush? Ullë kokën më s'flet. Por motra shkon e takon? S'kardha si herë. E kërkon motrën? Ki që vjen, po për tarë s'kardha. Ai është në djeni që vllai tjetër ka vdekur përpara 4 viteve, ja keni treguar? E di, ka vdek nga qefi, thot. Ka pas qef, ka vdek, thot. Normal, ai nuk logjikon për shkak dhe të problemeve, por situata e tij si është sot? Është përmirësuar? është i dobët, është do pësujesh ma. Jo, flas për shëndetin mendor, është përmirësuar? Jo. Por pse kërkon e dashur Olimpi ta marrësh? Do jesh e zonja Po të e kujdesit? laj e pastroj vetë, du shpin ta kem t'ja lej atit. Edhe mas vdekjes time, nuk e di se qa do bëhot. Nuk e di, mendoj një diçka mas vdekjes atit, unë du shpi të rregulloj qunin, ta laj, ta shplaj, sepse qa nuk bëhot atje. Unë e di vetë, unë kam gju me këto veshte e mi, qa nuk bëhot atje. Keq mos t'i vi, edhe nëse në një gjojnë, qunin edhe ma kanë rraf, edhe qunin nuk plasma. Ti kërkon që ta marrësh dhe të kujdesesh vetë tashmë për djalin? Sa të ke mundësit e mija, në vend të ndimoj muaj me i gotë ujë, do të animoj unë atë. Unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë mirë, ndoshta mjekimet që ka bërë dhe do të vazhdoj, do të japi një përmirësim djalit tënd Aleksandrit, por që palen e mjekut ju nuk e merrni dot, sepse situatën dhe gjendjen e tij E ka marrë atë. e ke marrë për fundjavë, për festa, besoj. Po, e ka marrë, kështu. Dhe si ka reaguar kur ka ardhur në shtëpi? Nuk ka ne që, ka ne 2 ditë e ka ikë. Po nuk e ke merakun që nëse ti e merr ai mund të Po më i iki? qetë është kur del për jashtë, se sa atje Marena. Është më i qetë. Është më i qetë, sikur rrugët të flejthot, ja më i qetë se nuk ka llafe, nuk do llafe. Ati bërtasin, ularasin. Ai nuk do të qëndroj më në spital, Nuk do zhurmën. por gjithë meraku është Olimpi që nëse ti e merr, ai mund të dali natën nga shtëpia dhe mund të humbasi. Dhe Nuk ky është humbet. një rrezik shumë i madh. Jo, nuk humbet fare. Që e ku dush. Nuk humbet, e di rrugët ai, gjitha. Jo, absolutisht, po për shkak të problemeve të shëndetit mendor, gjendja e tij nuk e dim se si mund të jetë dhe mjeku sa i që e vendos. Flet, si e thënë fjalës vjetë, flet si janë me zënjës majsanës këte po. Por ama, shpinë e di. Pse ke arë sot, pse se erë dje i themun. Pse se erë dje, mëzu gjumi nuk u ngrita dot. Ma vjen keq për djalin tuaj Aleksandrin, do qëndrojmë edhe pak minuta tjera e dashur Olimpi të dyja së bashku në këtë studio. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme ky rrëfim i jot i dhimbshëm i një nëne që ka vuajtur ndër vite, që nga bashkëshorti i saj, nga fëmijët, ke humbur një djalë nga kjo jetë, njërin e ke në spital, konflikte të shumta me vajzën dhe dhëndrin. Urojmë që zëri i saj të dëgjohet sot. Mirë, jemi sërish bashk live, jemi në minutat e fundit e dashur Olimpi, ti jeton e vetme, vetëm një motor ke që të mbështet, dhe si është një ditë e jotja në Durrës? Shkon ushimin e merë më the tek... Ma merë motra, se si do të kam pak largë. Motra kujdese, shkon merë ushimin tek shtëpia të moshuarve dhe ta sjell. Edhe ma sjell darket në shtëpi, edhe në frigoriferin e vetë, edhe ma sjell pasaj darket mu. Unë e ngrofe haj. Pension merrni? Marë pensionin, 120.000 lek. Të pamjaftueshme. Për faqet zezë. Kush është mesazhi që do përsidhe sot nga studio e emisionit Unë Pajgjur? mesazhin ja çoje kryetares bashkisë Durrësit. Po. Si e ka Mirjana Sako. Po, zonja Sako. Zonja Sakos, që më ka takuar ke plesht, edhe i kam thënë që kam një fëmijë të smur. Edhe ajo më drejtoi gishtin ke sekretarja. Thuj kësaj, tha, të shkruaj emrin dhe t'i lej dhe numrin e telefonit. Ajo ka numrin e telefonit, edhe i kam thënë 2-3 herë biles në telefon nuk më ka dalë. Kam shku ke Diana. Ju punojse tjetër e bashkisë. Ajo është punojse tjetër, Diana që njihet në gjithë Durrësin, është saj. Kam mbushur një thes me letra, 45 vjetë të pun kam bëhun, një thes me letra, më kërkoj dhe 25.000 lek. 25.000 lek mi ka kërku për mrapa, edhe shtëpi nuk mori oli. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj... Kam tim dhe dejt, rritë të shiu, binte këshu, unë rrisha
që atia kërkojsha shtëpi, se e dija se si do përfundonte jeta ime. Që një ditë mund të ngeleshe në situatë rrugë. Unë uroj dhe shpresoj Olimbi që zëri juaj të dëgjoj ditën e sotme. Unë du shpinë, kudo që të jetë ajo shtëpi, edhe si kur fund të njës të jetë ajo shtëpi, mund shtëpit m'japi ajo Sako, zonja Sako. Të kesh një qatik. Po, të kemi të qatik, jetosh. blidhe me djalit. Mirë, unë të falenderoj që të pata sot në studio, ne do të përsjellim sot drejt qytetit të Durrësit për shkak se ke dhe probleme me shëndetin tënd. Uroj që të bëhet më e mira për ju dhe faleminderit Olimbi dhe sinqerisht më erdhi shumë keq për jetën tuaj që dëgjova sot. Faleminderit. Me historinë e kësaj 70 vjeçare nga Durrësi kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme dashurmish. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të programit. Bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.